Mirëmëngjes. Protesta e mbrëmshme, protesta edhe e shkurtit do të ngjelet një protestë që i dha zon protestes popullore, që i dha zon popullit shqiptar, që i tregoj gjithë botës se populli shqiptar nuk është korruptues, nuk ka nevojë të mbrojë të korruptuarit. Pra ishte një protest e cila u shuan nga gazi lotësjellës, ose më mirë të quhet u shuan nga plumat lotësjellës të qeverisë Rama, të qeverisë më të korruptume që ka pas historia e popullit shqiptar ndonjëherë. Gjitha lajmet e Europës e dhan sot në edicionet kryesore të lajmeve të tyre, dhan protestën madhështore të shqiptarëve, protestën madhështore kundra korrupsionit, kundra krimit, kundra drogës, kundra të gjitha të këqijave që populli shqiptar nuk është me ta. Prandaj sot e po ikim të gëzuar nga protesta që fituam, protesta që i dham një zonë të komshëm gjithë botës se populli shqiptar nuk e don korrupsionin dhe krimin. Ju falemnderit.